që pati me Dritan Priftin, video e famshme Meta Prifti, Meta i shkoi deri në fund dhe kërkonte pafajësi dhe ta dorëheqen nga postet shtetërore dhe ka qenë egoja politike shumë e madhe se sa. Pra ai donte që të legjitimohej në politikën shqiptare në 2000 kur ka qenë 11-12 si një person me një vendim gjyqësor pafajësie të plot. Që e mori si e mori, njerëzit mund të flasin si duan, por ai ka një vendim. Ka treguar që në momente përplasje u largua nga PS-ja, formoi një grupim të ri, e quajti LSI, garoi, mori ca deputet, 4 vite më vonë, mori 4 deputet dhe me 4 deputet... Aty do që dhe nga skema dhe nga sistemi për shkak se maksimizoi votat, por u prodhuan vetëm 4 deputet. Por ama tregoj që 4 deputet i trajtoj sikur të ishin 40 në vlerë dhe në peshë politike, duke formuar një... Pra, është një personazh politik që t'i japim Cezarit çfarë... Atë që i takon. I takon Cezarit, po, faleminderit. Kështu që Meta nuk besoj që do donte të pranonte një lloj lëmoshe të tillë për lënje mandati, po unë mendoj që kjo loja e lënjeve të mandateve është kot tani, është me fjalë, ne s'kemi nevojë të merremi më me emra dhe me mandate, ne duhet merremi me faktin që Shqipëria për të katërtën herë është në dorën e një personi, e unit. Fatkeqësia e politikës shqiptare sot është që ne nuk kemi më parti politike. Partia Socialiste nuk është më PS-ja e para 15-20 viteve, ku ka pas grupime të ndryshme. Partia Socialiste i përket një personi. Ju shihni çfarë ndodhi. Të kesh Erion Veliaj në burg dhe të fitosh këtë lloj rezultati, dhe sidomos në Tiranë, nuk e di, është e çuditshme. Megjithëse jemi edhe në limitet të kohës, se më thej që në 30 minuta mund t'i ezaurojmë të gjitha, por nuk ndodh kjo në asnjë moment. Kemi shumë emra të rëndësishëm në kampin socialist, gjithashtu edhe në kampin demokrat, që për shkak edhe të skemës apo lënien në listë të hapur, sot nuk janë më pjesë e parlamentit për legjislacionin që vjen. Majko Kodheli, Gjylameti, Toni Gogu, Etienne Xhafa, Ermonela Felaj, pra vetëm për Tiranën, sot janë jashtë parlamentit, ku dua të theksoj që Majko dhe Kodheli kanë patur një lloj kontributi shumë të madh brenda kampit socialist, ndërkohë te kampi demokrat, po përmend vetëm një emër për shkak të efektit kohës, Dhurata Cupin. Janë viktima të liderëve, janë viktima të vetës apo të sistemit zgjedhor që është aktualisht në këtë zgjedhje? Janë bashkëfajtor. Shumë prej tyre që përmendët i kam miq personal, i kam kolegë të nderuar, ish kolegë të nderuar. Mirë t'u bëhet. Ky është mesazhi im. Mirë t'ju bëhet miq, sepse shkuat e votuat atë palo reformë elektorale në bashkëpunim me Partinë Demokratike dhe ja ku jemi sot. Deformimi i vullnetit të shqiptarëve përmes kësaj reforme të ndyrë, të ndotur me listat mbyllura, me hersa që deformojnë vullnetin e shqiptarëve, e nxori kokën tek emri juaj dhe mirë t'ju bëhet, e meritoni këtë lloj humbje sepse vete votuat. Vete gatuat, hajni çorbën që gatuat. Duhet të kishte marrë më shumë mandate çdo parti e re apo e vogël që fut të skenën politike në këtë zgjedhje? Po, sepse nëse njerëzit opozitar ishin të mërzitur me Sali Berishën, unë për shembull jam shumë i çuditur që Dashamir Shej, një njerëz shumë i nderuar dhe një emër shumë fisnik i Tiranës, nuk doli dot. Siguroi një mandat në Tiranë. Kemi Edvin Kullurin në Vlorë, kemi njerë, ka pas emra, nuk mund thuar që mungonte alternativa në këtë rast. Dhe me sa duket shqiptarët kanë vendosur, nuk e di, përveç se i hoqën vizën Sali Berishës, nuk vendosën marrin një vizë tjetër për të shkuar diku tjetër, pra nuk shkuar një destinacion tjetër. Kemi ne si shqiptarë, si qytetarë të vështirë të pranojmë të ren? Sigurisht, po ne jemi pjellë e 500 vjetë perandori osmane. Kështu që çfarë preti nga një popull që uli kokën për 500 vjetë? Ne edhe pavarësinë e fituam të fundit. Kjo është ajo katarsis, ne kemi bërë një analizë me veten se kush jemi ne. Nuk mjafton. Prandaj humbim gjithmonë. Nuk mjafton të thuash vetëm o sa mirë me qenë shqiptar. Nuk mjafton vetëm të gëzohemi kur shohim këngën tonë të Eurovisionit që merr good reviews, por duhet edhe të organizohemi në marketing për të bërë juritë e këtyre vendeve të tjera që të votonin për këngën tonë. Dhe shisa interesant që jemi në nesërmen e Eurovisionit. Çfarë turpi imagjino edhe tek vota për këngën tonë të mrekullueshme, që për mua është në niveli muzikor një nga këngët më të bukura. Më shumë vota të diasporës mori PS-ja e Edi Ramës, se çka marr vota kënga Eurovisionit Shkodra Elektronike. Se po të shohësh rezultatet nga Italia, nga Greqia, ore spati fare influencë në këto juri, ore ku janë gjithë ta shqiptarë që kanë penetruar në nivelet më të larta. Nuk përfshihet politika fare. Është politike. Vota e Eurovisionit është totalisht politike, është qesharake. Është vërtet për tek jurit e vendeve. Një pyetje tjetër, u gënjë elektorati shqiptar me pasaportën europiane? Po sigurisht, po kjo është shisa skandaloze. Atëherë nuk është Fajtor Rama që fitoi. Më fal, unë kam
unë kam, ne kemi një kompani, nuk e di sa na lejohet, ne me fjalë bëjmë asistencë juridike për emigracion, për viza pune, për viza turistike në Angli, në Amerikë, biles edhe habitemi shpesh kur njerëzit shpesher marrin vizën dhe gëzimi më i madh i tyre është mora vizën. Hapin pasaportën, shohin vizën dhe thonë mora vizën. Sa vjen pas asaj? Dhe Edi Rama luajti me këtë fabul. Votoni për mua se kur t'ju fus në Evropë, ju nuk do keni më nevojë të thoni mora vizën, sepse do e keni rrugën e hapur dhe me një pasaport amerikane, pasaport evropiane, keni të drejtë të shkoni dhe të jetoni ku të doni dhe të punoni atje. Zbrazuni shqiptar sa më shumë dhe unë do ja u garantoj këtë përmes Bashkimit Evropian që erdhën këtu të gjithë bashkë dhe vunë firmat atje tek ai ylli i madh me 5 cepa. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty.